Ishin dy kërkesa. Kërkesa e parë është implementimi i marrëveshjes kolektive, do të thotë sepse veç kaluan 3 muaj dhe ai nuk ka kryer blimet e tyre ndaj punëtorëve konform marrëveshjes kolektive e cila është nënshkruar në mes të 3 partnerëve. Dhe kërkesa e dytë ishte kërkesë për të cilën kjo kompani është duke bërë presion jashtëzakonisht shumë të madh tek punëtorët dhe pothuajse çdo punëtor i kësaj kompanie nuk mund ta kalojnë muajin dhe mos të dënohet nga kompania për arsyet po themi që për neve janë të parëzishme. Ne zyrtarisht kemi biseduar me drejtorin e drejtorisë së shëndetësisë në prezencë të pronarit të kompanisë dhe normal të disa përfaqësuesve të punëtorëve të kësaj kompanie, kemi thënë gjithë ato që kemi pas. Pronari i kompanisë zotuar se sjelljet e pahijshme të cilat kanë ndodhur nuk do të përsëriten, por megjithatë ato vetëm sa kanë marrë edhe një shkarje hala më të madhe.